Në një Shqipëri që po ndërtohet çdo ditë, a ka vendi ynë një identitet urbanistik që do t'i ngelet historisë? Për të folur për lejet e zhvillimit dhe lejet e ndërtimit, kemi ftuar sot profesor doktor Armand Vokshi. Çdo bashki ka për detyrim ligjor që të shohë për 15 vitet e ardhshme, shohë se si do të konfigurohet i gjithë territori. Qasja për ndërtimin në kohët kur ne po jetojmë. Njerëzit kanë ndërtuar shpesh dhe pa leje, vazhdojnë ndoshta nganjëherë dhe guxojnë. Po janë raste shumë të rralla. Pasur shtrëngime dhe lirime të procesit të marrjes së pajisjes me leje. Në fakt, kur procesi ngurtësohet dhe ngadalësohet, qytetari tendencën e ka t'i bjerë shkurt e ta bëj pa leje. Me sa shifet, akoma kjo ori për të ndërtuar shumë e madhe dhe edhe ngritja e kësaj tarife nuk e ka zbrapsur tregun për të ndërtuar. Apo ndërtohet në Shqipëri me cilësi? Që vjen për shkakun jo se ndërtuesit janë bërë më të mirë, apo arkitektët janë bërë më të mirë. Klientët janë bërë më kërkues. Janë më të mirët e botës se aktualisht janë duke punuar në Tiranë. Tani, nga pjesa publike, këto 4 veta, duhet kenë secili 18 metra të dedikuara. Dhe ne tashmë me arkitekt, me sasi të madhe arkitektësh edhe investitorësh, prodhojmë gjëra që janë jashtëzakonisht të këqija. Ku kemi arritur?